U vetë plagos me armëzjarri në banesën e tij ndron jetë 27 vjeçari në Tiranë. Policia e Tiranës ka njoftuar se një 27 vjeçar me inicialet AM është dërguar për mjekim në spital, pasi dyshohet se është vetë plagosur me armëzjarri në banesën e tij në zonën e rrugës Sura. Sipas informacioneve paraprake, njeriu ka marrë plagë të rënda dhe pavarësisht ndihmës mjekësore ka ndruar jetë në spital. Njoftimi policor. Rreth orës 19:55 është dërguar për mjekim në spital shtetasi AM rreth 27 vjeç, i cili dyshohet se është vetë plagosur me armëzjarri në banesën e tij tek rruga Ura. Si pasojë, shtetasi AM ka ndruar jetë. Grupi hetimor vijon punën për sqarimin e rrethanave të rasteve dhe dokumentimin e plot ligjor.